Drejtoria e Arsimit në Ferizaj po vazhdon bashkëpunimin me Caritasin Zvicran, me çrast si fryt i marrëveshjes do të janë investimet në shkollat të qytetit. I pari i kësaj drejtorie ka bërë të ditur se përmes kësaj marrëveshje për 19 klasë të ciklit të ulët, investimet janë bërë konkrete të prekshme tashmë. Ne kemi një vazhdimsi të bashkëpunimit me Caritasin Zvicran, duke pasur parasysh se deri më tani ne në bashkëpunim me Caritasin Zvicran kemi arritur që të realizojmë disa projekte të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të dobishme dhe shumë të rëndësishme për zhvillimin e procesit mësimor, gjithsesi për nivelin parashkollor. Kur e themi këtë, kemi parasysh se përmes bashkëpunimit që kemi pasur, kemi arritur që në më të klasë të parafilloreve në shkollat e filloret e mesme të ulta, ne kemi arritur që t'i pajisim me të gjitha mjetet dhe me të gjitha pajisjet të cilat duhet t'i kenë atë shkolla. Kur flasim për këto më të klasë, themi që janë të pajisura me mjete didaktike, janë të ngjyrosura muret e klasave, ka rregullim total të atyre klasave në të cilat kanë investuar Caritasi Zvicran, por kemi edhe mjetet të tjera të cilat janë shumë të dobishme dhe shumë të rëndësishme për zhvillimin e procesit mësimor dhe edukativ për këtë nivel. Duke bazuar në këtë dhe disa projekte të tjera që ka të bëj edhe me zhvillimin e një projekti që ka të bëj me rregullimin e parsheve në shkollat e mesme, kemi arritur që përmes Caritasit Zvicran të përfitojnë edhe 5 shkolla të mesme tona lidhur me realizimin e këtyre projekteve që kanë të bëjnë me të gjelbërtën apo që kanë të bëjnë me rregullimin e kupshteve apo që parsheve në oborët të shkollave të mesme. Ndërsa në kuadër të vazhdimit të bashkëpunimit që kemi pasur gjatë kësaj periudhe kohore me Caritasin Zvicran, kemi arritur që të trajnojmë në fakt edhe mbi 100 edukatorë të cilët kanë përfituar në aspektin profesional, gjithsesi të zhvillimit të ngritjes së tyre profesionale përmes trajnimit të cilën i kanë afruar. Kjo ka ardhur si një rezultat një bashkëpunimi të mirë që kemi pasur me Caritasin Zvicran në vazhdimsi që nga themelimi, nga hapat e parë kur kemi apo takimet e para që kemi pasur dhe kemi vazhduar për 2 apo 3 vitet e fundit me ta. Duke bazuar në një bashkëpunim të mirëfillt, të shëndosh dhe korrekt që kemi pasur ne si Drejtori Komunale e Arsimit me Caritasin Zvicran, ata kanë shprehur gatishmërinë që ne të vazhdojmë bashkëpunimin me ta në mënyrë që të realizojmë edhe projekte të tjera të cilat po mendojmë se janë jashtëzakonisht të dobishme dhe në favorin e procesit edukativ arsimor në komunën e Ferizaj. Si rezultat i kësaj kemi pasur edhe takimin së bashku me kryetarin e komunës, ku ata kanë shprehur gatishmërinë dhe janë zotuar që ne të vazhdojmë bashkëpunimin, ata në fakt të vazhdojmë bashkëpunimin me komunën e Ferizaj, gjithsesi me Drejtorinë e Arsimit në realizimin edhe disa projekteve të tjera, të cilat i kanë ata për të realizuar, por që janë njëri të objektive edhe i Drejtorisë së Arsimit. Kjo organizatë do të jetë bashkëpunëtor kyç në përmirësimin e kushteve për mirëvajtjen e procesit mësimor, për çka tregoi Llabjani. Nga hapat e më të tjeshëm të cilët do t'i kemi në ta, diku në datën 28 të këtij muaji do të jetë një konferencë e përgjithshme të cilën do ta bëjmë Caritasi Zvicran, të cilën do të jemi pjesë edhe ne, dhe pastaj do të shohim se çka parashojnë ata në projektet e tyre. Çfarëdo lloj që të jetë, çfarëdo projekte të cilat ata mendojnë që duhet të realizojnë në komunat e Republikës Kosovës, gjithsesi në komunën e Ferizaj, ne do të jemi të hapur. Por ata kryesisht e kanë pasur komponentën e arsimit parashkollor, po besoj se do të vazhdojmë me të, por ne jemi të hapur për të bashkëpunuar edhe në aspekte të tjera, siç e përmenda edhe më herët, edhe rregullimin e parsheve apo në fakt të punojmë për të gjelbërtën. Sido që të jetë dhe çfarëdo projekti që ata e shohin të dobishme për të ofruar për komunën tonë dhe ne e shohim që është në dobinë e komunës sonë, ne padyshim se do të jemi të bashkëpunues deri në pikën e fundit me ta, në mënyrë që të realizojmë, sepse kemi pas shumë të lëvërditshme dhe shumë të dobishme bashkëpunimin me ta, sepse po përfitojmë edhe në aspektin infrastrukturor, po përfitojmë edhe në aspektin profesional. Kështu që ne do të jemi të hapur, do të jemi të gatshëm për të bashkëpunuar në vazhdimsi në fakt me Caritasin Zvicran, por me secilën organizatë e cila ka ofruar bashkëpunim me neve, por edhe ne kemi ofruar me ta në mënyrë që të realizojmë dhe të realizojmë objektivat të cilat i kemi të përbashkëta në ato pika të cilat edhe janë të përbashkëta. Bashkëpunimi në projektet në fushën e edukimit e ka konfirmuar edhe kryetari i komunës në takimin me përfaqësuesit e organizatës.